Në GKKO vion gjykimi I Sali Berishës dhe dhëndrit të tij Arbër Maltezi, të cilët akuzohen nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash. 5 ish-ministrat të Sali Berishës rezultojnë të jenë të përfshirë në aferën korruptive të familjes Berisha, me tjetërsimin dhe përvetësimin e ish-klubit Partizani, pronë të cilën dhëndri I Berishës, profesor Dr. Abi Maltezi, ngriti 19 kulla me para të pista. Ata janë Fatmir Mediu, Gencer Uli, Ridvan Bode, Gazmen Doketa dhe Arben Imami. Asnjëri prej tyre nuk u përfshi nga SPAK në dosjen penale, ndërkaq Fatmir Mediu dhe Gencer Uli rezulton se kanë gënjur për SPAK-un, duke mbrojtur Sali Berishën dhe dhëndrin e tij në akuzë nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash. Në dëshminë e tyre në SPAK, Fatmir Mediu dhe Gencer Uli kanë theksuar se nuk e dinin se kush do të ishte përfituesi I operacionit shtetëror për të kaluar me urgjencë dhe në shkeljet e ligjit pronën publike në duart e dhëndrit të Berishës. Nuk ka dyshim se Mediu dhe Uli ishin në dieni dhe të vetëdijshëm se po përdornin pushtetin që ju kishte dhënë Berisha për të kaluar pronën publike në duart e dhëndrit të Berishës, I cili nga trashëgimtari pretenduar I 113 metrave katror tokë, arriti të merrte 35% të tokës dhe të bëj pronari kullave me 60%. Mediu dhe Ruli kanë dalë zbuluar nga dëshmit në SPAK të zyrtarëve të tjerë të nivelit më të ulët zbatues. Për shembull, Tetis Lubonja, vajza e analistit Fatos Lubonja, ka rrëfyer në SPAK për një urdhër verbal që dosja e privatizimit të ish-klubit Partizani të shqyrtohet e para. Në dosjen e SPAK shkruhet se kryeministri Sali Berisha, duke pasur në varësi Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, emëron në detyrë si drejtoresh të agjencisë Justina Boriçi. Më pas me rekomandim nga lart, Boriçi emëron drejtoreshën e zyrës rajonale të AKKP, Dhurata Hoxha Çela, Altin Cenin në detyrën e specialistit në sektorin juridik, e Tetis Lubonja në detyrën e përgjegjëses në sektorin juridik. Më 17 janar 2007 nis procedura e kthimit të pronës dhe Tetis Lubonja dëshmon në SPAK se dosjet e kthimit të pronës të 5 familjeve u janë dhënë të parat për t'u trajtuar për rreth 2 muaj nga inicimi I procedurës respektive. Kush është Marin Biçoku, njeriu I punëve të pista të familjes Berisha? Në dosjen voluminoze të aktakuzës që SPAK ka ngritur në drejtim të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Arbër Maltezi, pasqyrohen një sër aktesh ligjore dhe vendimesh që janë marrë, që quan në privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani. Në dosjen e SPAK diskutohet mbi vendimin e KRRT-s së Bashkisë së Tiranës, që çoi në ndryshimin e destinacionit të ish-kompleksit sportiv, ku thuhet se pavarësisht se kush ishte në drejtimin e këtij institucioni, shumica e antarëve I përkisnin qeverisë vendore. KRRT e Bashkisë Tiranë, pavarësisht se nga kush drejtohej ky e fundit, në fakt kishte në përbërje shtetas të cilët kishin varësi nga pushteti qendror, që udhëhiqej pikërisht nga shtetasi Sali Berisha. Kështu vetë gjykata kushtetuese, në vendimin numër 29, datë 21/12/2006 arsyeton Neni 19 I ligjit numër 8405, datë 17/09/1998 për urbanistikën, që parashikon përbërjen e KRRT-s së Bashkisë, një shumicë e cilësuar nga përfaqësues të pushtetit qendror dhe me pakicë prej 1/3 e antarëve nga pushteti vendor, përbën një tjetër shkak nga I cili ka lindur mosmarrveshja e kompetencës ndërmjet dy pushteteve. Duke ju referuar dispozitës ligjore përkatëse, rezulton se shumica e cilësuar e antarëve nuk përfaqësojnë bashkinë. Ekzistenca e një rregullimi normues që kërkon minimumin e 2/3 të antarëve për të konsideruar të vlefshme mbledhjen e KKRT-s, nuk krijon mundësi autoritetet vendor të gëzojë instrumentet e nevojshme për ushtrimin normalisht të funksionit dhe të vendimmarrjes në fushën e planifikimit urban, duke e vendosur atë në këtë mënyrë në vullnetin e pushtetit qendror. Prokuroria e posaçme është ndalur më pas te marrëdhëniet e sekretarit të KRRT-s së Bashkisë Tiranë, viti 2006, Marin Biçoku, me pjesëtarët e familjes Berisha dhe Maltezi, ndërsa rezulton pronari një apartamenti nga shoqëria Home Plan, për të cilën nuk ka paguar asnjë qindark, madje ka përfituar nga kjo kompani dhe një shumë prej 12.500 euro shkesh. Në 2 mbledhje të Këshillit të Rregullimit të Territorit, Bashkia Tiranë është diskutuar ndryshimi I destinacionit, si më sipër cituar, konkretisht në mbledhjen e datave 03/6/2006 dhe 08/6/2006. Nga pjesëmarrësit në këtë mbledhje, sipas akteve të administruara, ka rezultuar se grupi I Partisë Demokratike rezulton të ketë pasur në krahun e vet të paktën shtetasit Sokol Behaj, Adrian Myderisi, Marin Biçoku, Arben Çiriako. Në këto mbledhje konstatohet se kanë marrë pjesë ndër të tjera dhe shtetasi Marin Biçoku, I cili rezulton të jetë drejtori I drejtorisë së planifikimit të territorit në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit dhe bashkëpunëtor I ngushtë si I familjes Maltezi ashtu dhe I familjes Berisha. I pyetur më datë 22/11/2023, shtetasi Marin Biçoku ka deklaruar se nga viti 2000 deri në vitin 2005 kanë punuar privatisht si arkitekt. Nga nëntori 2005 deri në qershor 2009
Kam qenë drejtor pranë Drejtorisë së Politikave të Planifikimit Urban në Ministrinë e Punëve Publike dhe Infrastrukturës. Pas këtij viti, nga data 1/9/2009, kam vijuar të ushtroj aktivitetin tim privat pranë Studio MB si arkitekt. Dhe këtu jam ortak i vetëm dhe administrator. Gjithashtu dua të sqaroj se nga muaji nëntor 2005 deri në qershor 2009 kam qenë antar i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Bashkisë Tiranë. Periudhën 2005-2009 dua të sqaroj se ka qenë ndarë në dy periudha, ku periudha e parë të qenit antar vinte pas parashikimeve ligjore, ku drejtori i urbanistikës pranë ministrisë përkatëse ishte automatikisht antar i KRRT-s në Bashkinë Tiranë, dhe periudha e dytë, sipas përcaktimeve ligjore, ishte i zgjedhur nga antarët e Këshillit Bashkiak si antari i KRRT-s së Tiranës. Shtetasi Marin Biçoku, sipas shkresës numër 1000 fraksion 1 të datës 06/2/2024 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, rezulton se ka qenë punonjës i ish Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, me detyrë drejtori i Drejtorisë së Politikave të Planifikimit Urban në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Planifikimit për Punët Publike dhe Rregullimin e Territorit për periudhën 14/11/2005 deri më 14/7/2009. Shtetasi Jamarbër Maltezi gjithashtu ka qenë i atashuar në këtë ministri, pasi siç rezulton nga aktet, ka mbajtur pozicionin e koordinatorit të projektit, menaxhimi i integruar dhe pastrimi i zonës bregdetare. Konkretisht na janë përcjell disa akte ku evidentohen të dhëna për shtetasin Jamarbër Maltezi, si shkresa me numër 909 protokoll, datë 18/12/2007 e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në të cilën koordinatori i projektit ishte Jamarbër Maltezi. Shkresa numër 6910 protokoll, datë 13/9/2007 të Ministrit të Punëve Publike Indjeri Sokololdashi, emiratuar nga Maltezi, drejtuar Ministrit të Drejtësisë, me anë të së cilës dërgohet për përkthim zyrtar në letër marrëveshje e grantit të Programit Global të Mjedisit për bashkëfinancimin e projektit menaxhimi i integruar dhe pastrimi i zonës bregdetare në shumën $950.000 midis shoqatës ndërkombëtare për zhvillim dhe Ministrisë së Financave. Gjenden akte dhe nënshkrime të shtetasit Jamarbër Maltezi që në janar 2006 evidentohet nga dokumentacioni i përcjellë se kostoja totale e projektit është $38.56 milion dhe qeveria do të kontribuojë $5.7 milion. Kreditimi aprovohet që me datë 29/6/2009 dhe PCU Coordinator është përcaktuar Jamarbër Maltezi. Prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj citojnë në dosjen se Marin Biçoku nuk rezulton të ketë vetëm marrëdhënie pune me familjen ish kryeministrore, por ai shfaqet i angazhuar gjatë gjithë kohës me shtetasit Berisha dhe Maltezi. Fluturimet e Marin Biçokut me antarët e familjes Berisha, konkretisht me shtetasen Liri Berisha, vërehet se angazhohet në ndërtimin e 2 vilave në Fark. Ky shtetas identifikohet në datë 21/4/2007 të ketë hyrje të përbashkët me shtetasin Jamarbër Maltezi me linja ajrore Austrian Airlines, ku shtetasi Marin ka hyrë në orën 00:05 në aeroportin e Rinasit dhe Jamarbëri në orën 00:02 më datë 30/05/2008, respektivisht në orën 20:11 dhe 19:55. Shtetasit Marin Biçoku, Jamarbër Maltezi dhe Argita Maltezi rezulton të kenë dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë me linjën ajrore Alitalia për në Milano dhe janë kthyer rreth datës 31/5/2008 në orën 20:18 dhe 20:03. Me datë 14/11/2010, shtetasi Marin rezulton të ketë dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë në orën 11:43 me linjën ajrore Lufthansa Muni dhe në orën 11:40 ka dalë me të njëjtën linjë dhe shtetase Liri Berisha. Të dy këta shtetas janë kthyer në të njëjtën linjë ajrore në datën 17/11/2010 në orën 11:55 dhe 11:53. Më datë 10/1/2011, shtetasi Marin rezulton të ketë dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë në orën 10:54 me linjë ajrore Turkish Airline dhe në orën 10:48 ka dalë me të njëjtën linjë dhe shtetësja Liri Berisha. Të dy këta shtetas janë kthyer me të njëjtën linjë ajrore. Me datë 22/11/2012, shtetasi Marin rezulton të ketë dalë nga territori i Republikës së Shqipërisë në orën 05:39 me linjën ajrore Bel Air Londra dhe në orën 05:28 ka dalë me të njëjtën linjë dhe shtetësja Liri Berisha. Të dy këta shtetas janë kthyer me të njëjtën linjë ajrore dhe në datën 24/11/2012 në orën 19:16 dhe 18:51, thuhet në dosje. Me shoqërinë Home Plan SHPK, e cila nuk kishte lindur ende në këtë periudhë, por e cila shtrin ndërtimet si investitore në territoret e ish klubeve Partizani, shtetasi Marin Biçoku në vitin 2010 lidh akt marrëveshje për përfitimin e një apartamenti të identifikuar me
me numër 254 me sipërfaqe 75 m2 dhe verandë 34 m2. Megjithëse çmimi i përgjithshëm i shitjes është përcaktuar se është 62.300 euro, nuk dokumentohet që ai të ketë paguar atë, madje përveç mospagimit të kësaj pune, edhe është përblyer me një shumë parash në vlerën 12.500 euro për kontributin e dhënë. Në një dokument të rekuperuar nga laptopi i sekuestruar pranë Studio Pustina, nëpërmjet aktit të eksperimentimit teknik kompjuterik, evidentohet në formatin Excel llogaritë e klientëve, të cilët kanë bler apartamente në kompleksin Magnet. Për shtetasin Marin Biçoku është bërë shënimi, apartament 254 plus 12.000 euro, që janë dhënë Biçokut për të kompensuar kontributin që zoti Biçoku ka dhënë në favor të Home Plan SHPK. Sipas ekspertimit të kryer në hard diskun e sekuestruar pranë Studio Pustina, rezulton se është gjendur një dokument Arka 2010 Home Plan, i modifikuar për herë të fundit në datën 11/7/2011, ku pasqyrohet se shtetasit Marin Biçoku i është bërë një pagesë prej 12.500 eurosh, ose 1.700.000 lek. Referuar dokumenteve të sekuestruara, shfaqet një analizë e arkës së shoqërisë Home Plan SHPK, me referenca mandat pagesash, ku është bërë shënimi për shtetasin Marin Biçoku, si janë dhënë me mandat numër 1 të datës 16/6/2010, një shumë prej 12.500 euro. Me shkrim dori është bërë shënimi MP numër 1 kthim fondi klientit M Biçoku, i cili nuk ka paguar asnjë këst. Ky dokument rezultoni nënshkruar nga shtetësja Suzana Aliaj. Me interes për hetimin konstatohen edhe lëvizjet e mëposhtme. MP numër 1 kthim fondi klientit M Biçoku, i cili nuk ka paguar asnjë këst. MP numër 2 73 74 60 derdhje në bank për klientët që kanë paguar në kesh. MP 72 është sipas listës që ju keni si likuidim për kontakt. Kjo faqe është e nënshkruar nga shtetësja Suzana Aliaj. Gjithashtu rezulton në një dokument tjetër të sekuestruar pranë Studio Pustina me emërtimin Home Plan Arkëtim dhe Kesh, datë 30/09/2013, i nënshkruar nga shtetësi Fatmir Bektashi, ku është bërë shënimi në lidhje me arkëtimet dhe shpenzimet e shoqërisë Home Plan. Evidentohet se në zërin shpenzime, në nxërin investime, është shënuar me numër rëndor 37 Marin Biçoku, me shumën e dhënë 12.500 euro. Referuar akt ekspertimit të hard diskut të sekuestruar pranë Studio Pustina, evidentohet një dokument i emërtuar kontrata 2010-2011. Në këtë dokument, në faqen e parë të dokumentit Excel me emërtimin apartament 2010 X pronarin, ku me kodin 254 në strukturën Home Plan 2, shtetasi Marin Biçoku pasqyrohet më datë 30/12/2010 në shumën 62.302.50 euro, me sipërfaqe totale 75.02 m2 me çmim 830, 48 euro metri katror, por është evidentuar si klient megjithse gjendet në listën e pronarëve. Nga i njëjti akt ekspertimi, rezulton se në dokumentim në Excel, me datë të kontratës 19/06/2010, sipërfaqe totale 109.58 m2, çmimi 675 euro metri katror, me sipërfaqe verande 34.56 m2, me çmim 337.50 euro metër për katror. Në diferencë nga klientët e tjerë, për këtë shtetas nuk evidentohet kryerja asnjë pagese nga akti i ekspertimit të hard diskut të sekuestruar pranë Studio Pustina.